Doktor Klevisi, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë se u gjetëm në ambientet e reja të klinikës Egdent të ndodhur në zonën pranë liçenit artificial të Tiranës. Ju faleminderit juve për ftesën që më bët dhe mirë se erdhët. Faleminderit dhe ju për sinqeritetin. Doktor, në pyetjen e parë për personin tuaj dhe për klinikën tuaj dentare Egdent, do të flasim për jetën tuaj studentore. Në çrrethana juve ju doli e drejta e studimit për Fakultetin e Mjekësisë dhe si ishin vitet tuaja studentore? Atëherë, unë jam rastisht në këtë deg, më shumë vite më parë në 2005, kam qenë inxhinier elektronike. Problemet të kohës, problemet të viteve, po detyrova ta lej atë deg, edhe për mos më shku në Itali, si gjithë të rinj, i mat, tentoj të më mbante në Shqipëri dhe më regjistroj tek Fakulteti UFO, në 2005. Po. Se kisha idenë se çfarë ishte stomatologjia, tregom me sinqert. Më pas u futa brenda mureve të fakultetit, fillova ta shifja si interesante si gjë. Sa më shumë kalonte koha, më shumë interesante dukeshte tek unë. Më pas kemi pas fatin që në ato vite praktika ishte shumë e hershme, shumë e shpejtë, edhe komunikimi me pacientët, me shikimin e rasteve, marrja përsipër e rasteve, fillimi i veprimit tek pacientët, filloi të jepte adrenalinë dhe u bë shumë të rëndësishme si gjë, edhe kanë kaluar tashmë gati 18 vite. Po, pra doni të thoni që elementi që ja u futi në zemër këtë profesion ju ishte praktika, apo jo? Praktika. Me pacientë të ndryshëm. Po, apo jo? Praktika me pacientë të ndryshëm. Po, doktor, ju jeni profilizuar për? Unë kam mbaruar kirurgji orale, jam i profilizuar në kirurgji tashmë prej 14 vitesh, por në njëjtën kohë kam më shumë pasion pjesët e facetave dentare. Po. Dhe me ato kam vite që merrem. Po, dhe vazhdoni të ushtroni, jeni specializuar këtu. Nuk ka një specializim tipik për pjesën e facetave, por duke qenë se kam shumë vite, kam bërë shumë trajnime për pjesën e facetave, kam bërë shumë raste dhe shumë follow-up-e. Po. Së fundi bënde një kurs kur unë isha trajnues. Mendoj që jemi këndshëm në atë fushë. Tani do të flasim për klinikën tuaj Egdent. Kur startoi, kur menduat që ju do të çelët një klinikë private? Egdent ka startuar në 11 prill 2009. Unë isha ende student, bashkëshortja ime kishte mbaruar fakultetin në ato vite, edhe ne kishim të drejtë të marrim licencën direkt sapo të diplomoheshim. Me licencën e bashkëshortes kemi hapur klinikën e parë në Kostim në 11 prill 2009. Unë jam diplomuar mas 2 muajsh. Po, ndërsa bashkëshortja juaj vazhdon të kontribuojë? Bashkëshortja ishte e diplomuar, vazhdon akoma të punojë në rrjetin e klinikave tona. Po. Dhe si janë këto vite, si i cilësoni këto vite të punës së klinikës tuaj Egdent, duke nisur nga viti i parë deri sot kur po bëjmë të intervistë bashkë. Pra, zhvillimi i saj, aparaturat e reja, etj. 5 vitet e para ishte luftë për besim. 5 vitet e dyta ishte luftë për stabilitet, e më pas fillon puna me emër vet. Po. Normalisht kemi qenë mirë në punë, kemi qenë mirë në pjesën e zhvillimit të klinikave, duke marrë gjithmonë pajisje sa më të reja, duke qenë avangard të teknologji, dhe duke ndjekur hapjen e kohës. Po, doktor, a bën pjesë edhe klinika juaj Egdent në atë termin e kohës që ka filluar tashmë në Shqipëri, turizmit dentar? Jo, ne nuk merrem me turizëm dentar. Ne jemi përgjithsisht të fokusuar në pacientët vendas. Për arsyet në vetme, edhe unë dikur e kam provuar turizmin dentar, por fatkeqësisht po ndjeja sikur po humbja pacientët që më kisha vite që i trajtoja. Edhe po ndjeja një lloj boshtriku, nuk është çështje thjesht ekonomie. Kështu që vendosa të stopoj turizmin dentar tashmë për 4 vite gati, edhe po merrem vetëm me pacientët vendas. Po krahas kësaj klinike kaq moderne, të ndodhur pranë liçenit artificial, në këto godina kaq të reja dhe kaq moderne, ju keni edhe një klinikë tjetër? Ne kemi 2 klinika të tjera. 2 të tjera? Po, kemi 2 të tjera. Dhe ku ndodhen po? Ndodhen në Elbasan dhe në Gostin. 2 klinika të tjera. Në njëjta situata, siç është klinika e Tiranës. Po. Më bëhet shumë qefi që keni evoluar dhe keni 3 klinika. Doktor, në pyetjen e radhës na sqaroni pak vendodhjen ku jeni ju këtu, për të gjithë ata që interesohen të vinë tash e tutje tek ju. Ne ndodhemi tek Legjyja dhe diga e liçenit, është rezidencë 5 kulla të quajnë, ku rruga Kristol Luarasi, kulla e kati 2. Kuptoj, po. Dhe cilat janë shërbimet që ju realizoni në këtë klinikë për pacientët tuaj, duke nisur nga A-ja deri tek Z-ja? Atëherë, siç u përmenda pak më sipër, jam specializuar në kirurgji, çka përfshin kirurgjitë orale dhe implantologjinë, gjithashtu merrem në pjesën protetike bashkë me pjesën e facetave. Ndërkohë kam fatin e mirë që kam bashkëshorte
plus stafin, bashkëshorët e specializuar në ortodonci dhe pediatri, ose pedodonti, çka do të thotë që i mbulojnë thuajse të gjitha profilet e stomatologjisë në klinikat tona. Po, dhe ç'ndodh doktor në një familje ku burrë e grua janë profilizuar tek shëndeti dentar. Pra, a vazhdoni edhe në shtëpi bisedat për pacientët, për shërbimet, për... Atëherë, shumë vite më përpara e transmetonin punën në shtëpi. Tashmë ka shumë vite që kemi bërë një deal, një marrëveshje me bashkëshortën që nga momenti që dalim nga puna, puna ngelet tek puna. Tek puna. Më pas kemi 3 fëmijë dhe mundohemi të dedikohemi fëmijëve. Kjo edhe për stazhin tuaj të gjatë tani. Pra, ju jeni në një stazh profesorësh që nuk keni nevojë më të përcjellni në shtëpi problemet e klinikës apo? Jo, mundohemi që të mbyllim brenda punës. Stafin e kam për shumë vitesh. Falë Zotit nuk kemi ndruar staf. Më i riu në stafin tonë duhet të ketë diku te 6 vjet. Kështu që merremi vesh mirë me njëri tjetrin. Po, doktor, ju më folët pak më parë për ciptash, por unë desha të di më në mënyrë më thelbësore si arrini ju të vazhdoni të njiheni me të rejat e shkencës në këtë sektor të shëndetësisë, me stomatologji pra. Përveç trajnimeve, ju më thatë diçka, po. Duke marrë pjesën për trajnime, duke studiuar, duke googluar, duke shkuar në evente, duke shkuar në përpagajere, gjithmonë duke ndjekur çdo etap të re. A hasni në punën tuaj të përditshme me pacientë diçka që keni nevojë t'i drejtoheni një libri apo i keni zauruar tashmë këto gjëra? Një problematikë që mund të ketë pacienti. Përgjithsisht janë zauruar sepse normalisht kur ke vite ke edhe një grup shoqëror, edhe gjë e parë që ne bëjmë e komunikojmë me njëri tjetrin. Konsultojmë, ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin. Edhe më pas nëse është diçka që është shumë e veçantë, më pas fillojmë googlojmë për të lexuar më tepër. Në fund të emisionit gjurmët të kësaj interviste të shkurtër, por ne do të bëjmë dhe emisionet të tjera së bashku, a keni një mesazh për teleshikuesit e emisionit gjurmët, ndoshta në sektorin ku ju kontribuoni për kaq vitesh, ose për pacientët tuaj, ose për shëndetin oral, si mund të mbajmë shëndetin oral? Është shumë e rëndësishme që dhëmbët të kurohen, sepse si dhëmbi s'ka, gjë që është më bazike. Edhe kushton më shumë të humbësh një dhëmb, sepse dhe implanti që do vendoset i ka gjitha të mirët, por kur nuk krahasohet me dhëmbin e vet. Kështu që ju lutem, mundohuni të kujdesin sa më shumë për higjienën. Po, ky është mesazhi juaj. Ne këtu jemi, në punë duam, por është shumë e rëndësishme të mbani dhëmbët tuaj. Dhe në fund të emisionit të gjurmët, doktor Klevisi, është bërë traditë për mua, kam rreth një vit që unë kam filluar të shpërndaj certifikatën e mirënjohjes, por pasi kam realizuar emisionin 2-3 muaj më pas për personazhe të caktuar që spikasin emisionin gjurmët. Unë për herë të parë desha t'ju jap juve certifikatën e mirënjohjes nga emisioni gjurmët direkt live në emisionin tonë, në fund të emisionit, me motivacionin për pjesëmarrjen në emisionin gjurmët, duke përçuar tek teleshikuesit transparencë, qytetari dhe mirësi me jetën dhe profesionin që ju aplikoni. Faleminderit shumë për udhërzoj. Faleminderit juve. Takzoni. Shumë faleminderit. Takzoni. Faleminderit. Ka funksionuar dekanimi, domethënë kemi fituar diku te 4 mm. Ka funksionuar te pesa, që ose më pesa ishte komplet e zbuluar. Gjashta ka qenë komplet e zbuluar që ose kujtohet. Edhe shtata, pjesa meziale, ka funksionuar shumë mirë. E vetja që na ka çaluar është këtu. Tash pse ka çaluar kjo? Kush muskuli? Edhe në kjo na ka. A mund të stabilizohet kjo? Po, mund të stabilizohet. Çfarë ndodhi me këtë? Kur bish herën tjetër, ne do marrim vetëm një pjesë të posaçme vetëm për këtë, do e bëjmë dopjo duke e shtrirë atë pjesën e sasisë së marrë të lumbit, duke futur shumë më thellë, duke i bërë kapi më të thella, edhe gjëja tjetër që do bëjmë do presim pjesën e muskulit, që mos të ndikojë shumë te pjesat e tërheqjes. Do po ta shohësh nga këtu deri në fund, nuk e di se sa të kujtohet. Ka funksionuar shumë mirë. Dhe vetëm që na duhet tashmë higjinë jo traumatike.